Aktori Laert Vasili zbuloi një ngjarje tragjike nga fëmiria e tij. Ai tha se në moshën 9 vjeçare ishte përdhunuar nga një komshi dhe se kishte heshtur për këtë histori plot 42 vite. Egli dhe Gjesti kanë ngritur dyshime të forta lidhur me vërtetësinë e kësaj historie. Gjatë një bisede të zhvilluar në oborrin e shtëpisë, ata shprehan skepticizëm, duke lënë të nënkuptohet se rrëfimi i Laertit mund të jetë një strategji për të fituar empatinë e publikut. Një histori e tillë e dhimbshme dhe e thellë prek direkt zemrat e shqiptarëve, të futet si thik në zemër dhe pastaj ti dukesh si viktim, u shpreh Egli. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.